Shoqëria po shkon drejt rënies. Po I prishin në moral familjet tona. Rritet numri I narkotikëve dhe I vetvrasjeve. Frontet për mbrojtjen e umetit janë të shumta, por fronti më I rëndësishëm, fronti që me rënien e tij shpallet rënia përfundimtare e umetit, është fronti I familjes. Prandaj duhet që secili nga ne të kapet fort pas këtij fronti. Shoqëria po shkon drejt rënies, degenerimit dhe shpërbërjes. Kësaj po I ndihmojnë mjetet e informimit dhe rrjetet sociale, e që më shumë po I prishin në moral familjet tona, se sa shumë ushtri që tentuan të deportojnë me armët e tyre. Shtëpia e muslimanit është amanet që e bartin mbi supet e tyre të dy bashkëshortët. Ata dy janë bazamenti I ngritjes së saj dhe nëpërmjet tyre, shtëpia I përcakton rrugën e saj. Nëse ata përqëndrohen sipas fesë së Allahut, në thënie e vepra, stolisen me petkun e devotshmërisë, në të jashtmen dhe në të brendshmen, dhe zbukurohen me moral të mirë dhe virtyte të larta. Ajo shtëpi do të bëhet vend strehimi I ndritshëm, dhe në të do të përhapet mirësia, dhe aty do të kaliten breza të mirë dhe të devotshëm, nga të cilat breza do të përfitojnë prindrit, shoqëria dhe umeti në përgjithësi. Lumturia arrihet me realizimin e devotshmërisë të bashkëshortët dhe frika nga mbikëqyrja e Allahut në publik dhe në vetmi. Lumturia realizohet kur të dy bashkëshortët e shohin martesën si adhurim, ku nëpërmjet saj I afrohen Allahut, sipas realizimit të detyrimeve bashkëshortore me sinqeritet dhe bindje. Ajo shtëpi e cila I bën ligjet e Islamit bazament të saj, nga ajo pritet të dalin fëmijë, të cilët do ta japin kontributin e tyre për shoqërinë në veçanti dhe për umetin në përgjithësi. Në mungesë të shtëpisë muslimane të qetë dhe të pastër, vjen devijimi, përhapet krimi, rritet numri I narkotikëve dhe I vetvrasjeve. Ajo shtëpi në të cilën nuk mbillet imani dhe nuk përqendrohet mbi bazat e Kur'anit, prodhon elemente që jetojnë jetë me shqetësime shpirtërore, humbje të intelektit dhe shkatërrim të moralit. Ajo është mbretëresh. Është një rrëfim I vërtet, të cilin na e rrëfen një mjek musliman prej Arabisë Saudite, ku një periudhë të jetës së tij e kaloi në studime në Angli. Gjatë studimeve jetonte me familjen e tij në një lagje të qetë, ku lëvizjet e njerëzve dhe makinave ishin aq të rralla, saqë I huaj I dallohej shumë lehtë. Ky vëlla musliman na rrëfen dhe thot: "Fqini im më I afërt ishte një plak jo muslimane, e cila I kishte kaluar të 70-tat. Jetonte vetmuar në një shtëpi të qetë. Asaj nuk I trokiste askush në derë dhe nuk e vizitonte njeri. Hynte dhe dilte prej shtëpisë së vetmuar. S'kishte askënd prej të afërmve për ta ndihmuar dhe për të përkujdesur për të. Ushqimin dhe rrobat çka I nevojiteshin I blinte vet. Saqë kur e shikonte njeri, e kaplonte keqardhje për gjendjen e saj. Një ditë prej ditëve kërkoi prej meje t'ia kryej një nevojë që e kishte, dhe unë padyshim pranova që me plot dëshirë të I ndihmoj, pasi që Islami na urdhëron që t'i respektojmë dhe ndihmojmë fqin tan, edhe nëse janë jo musliman. Plaka aq shumë u habit, edhe pse nuk bëra ndonjë vepër të madhe, nga që pranova të I ndihmoj edhe atë pa të holla. Të nesërmën erdhi plaka në shtëpinë tonë, I solli disa ëmbëlsira për fëmijët tan dhe me vete kishte sjell një mirënjohje, e cila përdoret në raste manifestimi, ku ishte shprehur me fjalë falënderimi dhe respekti për atë vepër që e bëra për të. Nuk duhet të çuditemi në reagimin e saj, pasi që ajo jetonte në një shoqëri ku snihet fjala mirësi dhe humanitet, dhe s'din se çka është mëshira dhe keqardhja. Marrëdhëniet mes fqinjve në shumicën e rasteve mbarojnë me përshëndetjen e mëngjesit dhe mbrëmjes. E nxita që ta viziton më shpesh shtëpinë dhe gruan time, dhe me të vërtet, kohë pas kohe na vizitonte. Gjatë vizitave që na bënte, e kuptoi plaka se tek ne muslimanët, burri është përgjegjës I shtëpisë dhe I familjes së tij. Ai përkujdeset për blerjen e ushqimit dhe rrobave dhe të gjithë nevojave familjare. Vëreti se respekti I gruas ndaj burrit është I lartë, dhe po ashtu respekti I burrit ndaj gruas është I madh. Pa marrë parasysh se është vajzë, grua apo nën, sidomos kur ajo moshohet
edhe të gjithë garojnë për shërbimin dhe respektimin e saj. Kurse ai I cili si përfill këto ligje dhe se posedon këtë moral, është I urryer në shoqëri. Po ashtu e vërejti sjelljen e prindit me fëmijët e tij, dhe sjelljen e fëmijëve me prindrit e tyre, dhe sakrificën e nënës për burrin e saj dhe fëmijët e saj. Plaka e mirë, pasi që vërejti këtë familje muslimane, filloi ta krahasoj jetën e saj se si jeton ajo dhe si jetojnë muslimanët në familjet e tyre. Ju rikujtuan fëmijët dhe nipat e saj, për cilët s'din e mira se ku jetojnë dhe asnjëri prej tyre se viziton. Ndoshta edhe vdes apo varroset, e ata s'din asgjë për të. Pastaj filloi t'ia rrëfej grua si me vështirësitë me të cilat ballafaqohet gruaja perëndimore në punë dhe në kryerjen e nevojave shtëpiake, ku edhe mbaroi fjalimin e saj duke thënë se gruaja muslimane qenë ka mbretëresh, dhe po mos të isha në moshën e shkuar, do të isha martuar me një burr musliman sikurse burri yt, dhe do të jetoja sikurse jetoni ju. Pra, kjo është një dukuri që e dallon dhe e kupton çdo njeri I cili jeton dhe punon në perëndim dhe botën jo muslimane. Megjithatë, disa prej muslimanëve të hutuar, s'ju vjen turp të vazhdojnë në imitimin e jo muslimanëve në çdo sferë të jetës dhe publikimin e librave, publikimin e revistave dhe gazetave që flasin me mahnitje për drejtat e gruas perëndimore. O Allah, falënderimi të takon vetëm ty që na begatove me begatin më të madhe, e ajo është Islami. Ata të shprehin ty mirënjohje që u bën musliman. Thuaj, pranimin tuaj të fesë islame mos ma njihni mua, por nëse jeni të sinqert, Allahu juve ju bëri mirë kurse ju udhëzoi për besim.